Mirë se erdhe tek Bota e Fshet, për misionin e radhës, i cili ka si temë një ngjarje zakonisht interesante, që ka ndodhur në Gjenova dhe jo vetëm në vitin e largët 1608. Shumë njerëz mendojnë se fenomenet e objekteve të paidentifikuara që fluturojnë në qiellin tan vijnë si rezultat i shpikëve të gjenive të ndryshëm në kohrat moderne, si Nikola Tesla të themi. Por është vërtet kështu që këto fenomene janë shfaqur në shekullin 20, apo kemi të njëjta ngjarje edhe në shkuarën e largët? Sot do të kthehemi rreth 400 vjet më pas, në kohë, dhe në një territor midis Gjenovas dhe Marsejës, ku dhe ka patur një shfaqje masive objektesh të paidentifikuara, ku njerëzit e asaj kohe jo vetëm i kanë parë në qiell, por dhe kanë hyrë në konflikt me ta. Ngjarje të tilla ka pasur gjatë gjithë historisë njerëzore, por ato nuk e kanë parë dritën e diellit, sepse dikush nuk ka dashur t'i shohë. Imagjinoni sot që ekziston interneti dhe prapë përpiqen t'i fshejnë ngjarje të tilla nga syri i masave. Kemi thënë në kanal se jashtëtoqësorët janë qenë jetë gjatë, dhe se kanë qenë krijues si ta, kështu që përse të mos jenë shfaqur në të kaluarën e largët. Në 1113, fshatrat të tëra në Angli patën një gjarpër të shndritshëm me ngjyra që zbriti nga qielli dhe u zhyt në det. Në atë kohë nuk ja kishin idenë se çfarë qenë meteoritet, dhe jo më objekte fluturuese me drita shkëlqyeshme. Ngjarje të ngjashme kemi në vitin 776 mbi kështjellën Sigiburg në Francë, ku dy dysje me ngjyra të kuqe fluturuan mbi kish. Pas kësaj ngjarje, saksonët janë mbathur mbrapit, duke menduar se francezët kishin mbrojtjen e Zotit, sepse disjet u shfaqin pikërisht mbi kish. Me ngjarje të tilla është e mbushur historia jonë me popullsinë e saj kohe, që nuk qenë gjendje që të sqaronte këto fenomene. Në vitin 1812 dhe Napoleoni hyn në Moskë, ndërkohë që ushtria ruse tërhiqet, duke lënë Moskën dhe magazinat plot me ushqime. Historia bën fjalë për ruset që i vun zjarrin Moskës, të paktën një pjesë të saj. Por a qëndron ky variant? Dhe pyetja e dytë, kundër kujt luftonte Napoleoni? Mos ndoshta luftonte kundër perandorisë tartare? Dhe pyetja më thelbësore, Napoleoni hyri në Moskë me një ushtri të lodhur të raskapitur në dimër, duke gjetur edhe rezerva ushqimore. Kush që arsyeja që papritur duhet fillonte tërheqje në panik, duke humbur pothuajse gjithë forcat ushtarake gjatë tërheqjes? Janë përpjekur të gjej përgjigje nëpërmjet Tolstoit të madh tek vepra e tij historike Lufta dhe Paqja. Kjo vepër është shkruar rreth 50 vjet më pas, dhe pavarësisht pyetjeve retorike të autorit te kapitulli i fundit, nuk gjejmë as një përgjigje të saktë se pse u detyruan francezët të tërhiqen. Të mos ke ditur gjë Tolstoi madh se çfarë kishte ngjarë. Përgjigjen e ka marrë ty kur sa pret mendja. Në ditarin e tij, një oficer i lartë i komandës së Napoleonit shkruan se papritur në horizont shfaqej një diell i dytë, i cili lëshoi një val përvoluese që doqi gjithçka që gjeti përpara. Shtëpi, kuaj, pemë e merrall, dhe na detyroi të tërhiqemi. Çfarë të ketë qenë ky diell i dytë? Pra, një rast jashtëtoqësor ka goditur forcat e Napoleonit, duke djegur gjithashtu edhe 1/3 e Moskës. Dhe me që jemi këtu po shtoj edhe diçka tjetër. Napoleoni i shkrua një letër nga burgu në Shën Helen, Car Aleksandri. Kërkoi të diherësi se pse Kutuzov, komandanti i përgjithshëm, duke patur në dispozicion 300 topa, nuk qelloi asnjëherë në betejën e Borodinos. Dëgjoj, përgjigjet cari. Kutuzovi që një burr plak dhe kishte qef edhe pije. Dhe ishte edhe pak feminist. Mund të ketë qenë i pirë. Kjo që përgjigja e carit. E kuptoni se luftat janë për ne të thjeshtë, kurse elita janë ata që organizojnë konfliktet. Cari është një prej tyre. Le të vim tani tek tema jon kur në 1608 njerëzit panë në qiell një flotë të tërë me disje fluturuese dhe jo vetëm kaq. Por nga disjet dolën qeni që konfliktuan me njerëzit, ngjarje këto që gjenden në kronikat franceze. Në fillim të gushtit 1608-s, banorët e Gjenovas përshëtisin pushtetit, kur papritur në horizont shikojnë 3 objekte ovale që po afroheshin duke fluturuar disa metra mbi det. Papritur ulën mbi sipërfaqen e ujit
i cili sikur filloi të zjente me ngjyra të kuqe dhe portokalli, duke lëshuar edhe një herë të pakëndshme dhe duke e shoqëruar këtë shfaqje me një zhurmë shurdhuese si bubullim. Përreth objekteve shfaqet një mjegull e verdhë dhe nga dy disqe dalin disa qenie humanoide të çuditshme. Sipas shkrimeve mbanin në trup veshje të çuditshme me ngjyrë të kuqe në të verdhë dhe kishin koka të mëdha të rrumullake si të gjarprinjve. Në koka, tek vendi syve kishin dy të hapura të mëdha që shkëlqenin, ndërkohë që në duar kishin diçka si shkopinj të gjatë. Humanoidët qenë të lidhur me diskun me disa zorë të gjata dhe të gjera që hynin dhe dilnin nga uji. Kjo ngjarje ndodhi përballë mureve kryesore të qytetit dhe vazhdoi për disa orë. Pasoi një panik total dhe njerëzit filluan të vrapojnë drejt kishës për gjetur ngushëllim, duke menduar se kishte ardhur fundi i botës. Disa njerëz vdiqën nga frika. Pas një farë kohe, ushtarët në muret e qytetit marrin urdhër që të qellonin me topa objektet mbi det, duke lëshuar mbi 800 preda çeliku, të cilat nuk patën as edhe një efekt mbi to. Shkrimi në gazetat franceze thotë se pritërinj zbritën në breg dhe filluan një ceremoni eksorcizmi, duke menduar se kishin të bënin me krijesa të djallit. Humanoidët me veshjet e çuditshme i injoruan komplet njerëzit dhe pas disa orësh u futën prapë në objektet e tyre dhe u zhdukën në qiell. Kjo ngjarje ka ndodhur në 5 teti 1608 në qytetin e Gjenovas. Ditët në vazhdim, nëpër kisha zhvilloheshin mesha pafund me njerëzit të bindur tashmë se kishte ardhur dita e gjykimit. Pas 10 ditësh objektet fluturuese shfaqen prapë. Kësaj nga radhe, objektet dalin 3 më të vogla, që qenë të zjarrta si dielli, duke lëshuar një zhurmë që tundi malet dhe tremi për vdekje njerëz. Mbi to u hap zjarr përsëri, por pas një efekt. Të gjitha objektet fluturuese më pas u drejtuan nga jugu. Pas disa ditësh, një nga objektet shfaqet mbi fshatin e vogël Martig, jo larg nga Nica. Përsëri nga objekti dalin 2 humanoid që kryen të njëjtin ritual si në Gjenova, duke bërë një zhurmë shurdhuese në prani të një mjegulli të verdhë. Pak ditë pas kësaj ngjarje, e gjithë vija bregdetare nga Marseja në Gjenova u pushtua nga një shi i madh me ngjyrë të kuqe si të gjakut. Rrugët, pemët, karrocat, kishat. Vendi u përmbyt nga ky lëng i kuq, duke krijuar një panik total tek popullsia. 18 dhe 20 gusht 1608, banorët nuk dolën fare nga shtëpitë nga frika. Në datën 20 gusht, në Martigu shfaqen prapë 2 humanoid me të njëjtën veshje, por kësaj radhe mbanin duar diçka që duket si armë dhe mburoje. Humanoidët filluan të luftojnë kundra njëri tjetrit, luftë kjo që u shoqërua nga një zhurmë e tmerrshme. Lufta vazhdoi për rreth 1 orë, u ndan dhe pastaj vazhduan prapë për 2 orë të tjera. Pas 2 ditësh, në 22 gusht, në të njëjtin vend pat një konflikt tjetër, i cili kësaj radhe vazhdoi në tokë. Në 23 gusht, në të njëjtin vend, i njëjti konflikt, por kësaj radhe kundërshtarët ngjanin si kuaj. Një ditë më pas, njerëzit goditën me top humanoidët dhe disjet, duke lëshuar një tymë zi që qelbe erë, u zhdukën përfundimisht. Banorët, muajt në vazhdim qenë të terrorizuar, duke pritur apokalipsin. Çfarë do të mendonin sikur sot dikush do t'ju tregonte një histori të tillë? Film fantastikor shkencor. Natyrisht italianë dhe francezë në atë kohë nuk i kuptonin ato ngjarje, ashtu si nuk i kuptojnë ngjarjet e sotme një pjesë e madhe e popullsisë. Në shkrimet e asaj kohe italianët dhe francezët nuk i quajnë objekte fluturuese ato që shikoni, sepse nuk e kishin idenë e këtyre koncepteve. I quajnë pikërisht karrocat e hekurta, pavarësisht që s'kishin asnjë lidhje me karrocat që njerëzit përdorin në atë kohë. Tek libri i Enohut kemi të njëjtin përshkrim. Zota zbritën nga qielli me karrocat e zjarrta dhe morën Enohun. Shumë e çuditshme edhe shiu i kuq që binte me ditë të tëra. Ngjarje kjo që përmendet edhe në kultura të tjera në vende të ndryshme të botës, pas shfaqjes së objekteve fluturuese. Për sa i përket shiut, kjo është një teknologji tashmë e vjetruar. Tesla kret rastësisht e zbuloi mekanizmin e rënies shiut në Colorado Springs në 1899,
kur po bënte eksperimentet të tjera. Sot e kanë të gjithë shtetet e fuqishme në botë. Sa për ngjyrën e kuqe, mendoj se është tepër e thjeshtë për raca jashtëtoksore, që janë vite dritë lart në raport me ne. Shumë mendojnë se këto janë ngjarje pa kuptim, budallëqe, por luajtër mend qindra mijëra banor. Sidoqoftë, ju mendoni me mendje ftohtë dhe mos harroni se ndodhin tek bota e fshehtë. Kanali që ka një hendek të madh me realitetin objektiv. Mos harroni të regjistrojeni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.